Në podcastin flasim me titull 4 UFO në vendin e Shqiponjave, kryeministri Edi Rama kishte të ftuar 3 shqiptar që janë rikthyer në atë dhe pas disa vitesh emigrim. Në këtë bashkëbisedim, Rama foli për stresin që ka kaluar në lidhje me negociatat me Bashkimin Evropian. Ai tregoi se mbështetja e liderëve evropian ndaj administratës shqiptare për punën që është bërë pas hapjes së negociatave e përmbysi komplet gjendjen e tij emocionale. Të gjithë bashkëpunëtorët e din shumë mirë, din ata që merren me procesin e integrimit, e din ata që kanë qenë pjesë e bisedave për përbarimin në rrugën e BE-s, që thosha e kam darë dhe me ta, po me vete e kam pas vazhdimisht sigurish që çfarë do ndodhi në orën e të vërtetës. Dhe ora e të vërtetës për mua ishte momenti kur negociatat do fillonin me screening, do me thënë me gjithë diagnozën e shtetit shqiptar, ku faktikisht janë 1000 vet nga ana andej dhe 1000 vet nga ana këtej që ulen përballë njëri tjetrit me 36 grupe, mos janë më shumë, po të paktën po flas për grupet që unë vet kam kontaktuar, kam parë, dhe që i hynë deri në qelizë shtetit shqiptar. Dhe aty ka shumë rëndësi çfarë, si performon ti edhe si luan ti pjesën tënde.